Me ardhin e stinës së verës shtohet ndjeshëm edhe fluksi udhëtarëve që preferojnë tragetet për të mbërritur në Shqipëri. Kryesisht janë emigrant nga Shqipëria dhe Kosova që kthehen për pushime nëpërmjet portit detar të Durrësit. Çdo vit temat e kronikave në median elektronike apo shkrimeve në median e shkruar janë vonesat, kushtet dhe çmimet që ofrojnë tragetet. Nga porti i Durrësit fluksi emigrantëve që kthehen për pushime natë dhe, por edhe në trevat shqiptare jashtë kufive ka arritur pikun. Emigrantët shprehen për kushtet e këqija që gjejnë në traget, por edhe çmimet e rritura befas nga kompanitë e lundrimit. Kushtet në traget shumë këqija. Oraret me vonesë shumë. Kur i presish me internet dhe biletat, thotë është e obligueshme të presish dhomën. E pret dhomën kur vish më mirë më flet për tokë se sa në ato dyshim. As nuk zbatohen oraret, nisesh 11:09, vish në 10 ditës. Normalisht ishte për në 8 me mri këtu. Njerëzit presin të 2 ora, më në fund, ne akoma s'kemi dalë nga porti. Në përfundim të sondazhit të kësaj jave në faqen zyrtare të internetit të radio televizionit Skan, 67% e pjesëmarrësve shprehen se kushtet që ofrojnë tragetet që mbërrin në Shqipëri janë të këqija, ndërsa vetëm 30% mendojnë të kundërtën. I njëjti qëndrim është edhe për çmimet që ofrojnë kompanitë lundruese, të cilat presin me padurim sezonin turistik veror dhe fund vitin, periudha kur ka fluks të lartë emigrantësh të cilët kthehen në Shqipëri për të rritur çmimet. Ndërkohë që duhet të ndodhe kundërta, agjencitë e udhëtimit pojnë se rritja e çmimeve ka nisur dhe udhëtarët që preferojnë të udhëtojnë me tragete mund të drejtohen porteve italiane me çmime deri 30% më të larta, krahasuar me një muaj më parë. Por me të drejtë lind pyetja, a i përgjigjen çmimet kushteve që ofrojnë këto tragete? Të gjithë që kanë udhëtuar qoftë edhe një herë me këto mjete do të shprehin me plot gojën jo. Në linja detare me Shqipërinë operojnë kryesisht tragete me pronar italian, por edhe grek, që nxitojnë të fshin plurin e këtyre mjeteve për t'i vënë në dispozicion të linjave me Shqipërinë. Dhe sërish mund të pyesim, po në linjat e tyre të brendshme apo ato me vende të tjera të Bashkimit Evropian, të njëjta kushte dhe tarifa ofrojnë këto mjete lundruese? Jo dhe jo. Kur jemi në mesin e vitit 2012 dhe Shqipëria pret të marrë statusin e vendit kandidat për t'u antarësuar në familjen e madhe europiane, ende na konsiderojnë si vend i botës së tretë. Tragetet edhe sot e kësaj dite mbushen me pasagjerë tej kapacitetit, ndërsa kushtet higjienike lënë mjaft për të dëshiruar. Rreth 2 vite më parë, 5 tragete të kompanive të huaja detare të cilat operonin në linjat që lidhin portin e Durrësit me portet italiane, dolën jashtë funksionit, pasi kishin një periudhë mbi 30 vjeçare që operonin. Atëherë u takon autoriteteve shqiptare, Ministrisë së Transportit, që me forcën e ligjit të ndalojë çdo abuzim që kryhet ndaj shtetasve shqiptar.